Studentët serb hyn me bicikleta në sheshin e heronjve të Budapestit të shtunën, duke shënuar ditën e tretë të udhëtimit të tyre ambicios 12 ditor për 1300 kilometrash për të rritur ndërgjegjësimin rreth protestave në Serbi. Mbi 50 student marrin pjesë në këtë xhiro me bicikletë, të cilën ata cilësojnë si një rrugtim shprese, qëndrese dhe zërashe të heshturve. Grupi protestuesve, disa të mbështjellë me flamuj serb, festuan mbërritjen e tyre, duke mbajtur bicikletat në ajër dhe duke kënduar. Ciklistët synojnë të përhapin mesazhin e tyre për te kufive, duke vënë në dukje se qytetarët evropian janë më pak të informuar për situatën në Serbi. Misioni i tyre, siç thuhet në faqen e tyre të internetit, është të bëjmë botën të dëgjojë, të nxisin institucionet evropiane të veprojnë dhe të flasin në emër të atyre që heshtin. Turneu është planifikuar të vazhdojë edhe për 10 ditë të tjera, me ciklistët që do të kalojnë nëpër qytete të tilla si Bratislava, Vjena dhe Mynihu, përpara se të arrijnë në vijën e finishit në Strasburg më 15 prill. Serbia është përfshirë prej disa muajsh nga tubimet antiqeveritare pas 16 vdekjeve të shkaktuara nga shembja e çatisë së një stacioni hekur udhor në qytetin e Novi Sadit, që shkaktoi akuza për korrupsion dhe neglizhencë të përhapur. Protestat janë organizuar nga studentët, mësuesit dhe fermerët në një sfidë të hapur ndaj presidentit Aleksandar Vučić, një populist në pushtet prej 12 vjetësh, herë si kryeministër e herë si president.